Dolce përballja, Dolce e shikon Albën qetë. Jo me nervozizëm. Jo me britma. Por me atë qetësinë që vjen vetëm kur dikush ka kuptuar gjithçka dhe nuk ka më nevojë të shpjegohet. Dhe pikërisht kjo qetësi dhem më shumë se çdo fjalë e lartë. Alba, ti flet shumë, por nuk thua asgjë, lëviz shumë, por nuk shkon askund, dhe mendon se forca jote është zëri, kur në fakt është vetëm zhurmë. Ti e ke ngatëruar vëmendjen me vlerën. Mendon që fakti që të shohin do të thotë që të respektojnë. Jo. Të shohin sepse je e zhurmshme. Të dëgjojnë sepse nuk pushon. Por askush nuk të merr seriozisht. Dhe kjo është arsyeja pse je gjithmonë në luftë, sepse nuk arrin dot ta imponosh atë që nuk e ke brenda. Ti reagon para se të mendosh. Sulmon para se të kuptosh. Dhe pastaj çuditesh pse njerëzit të largohen. Nuk është sepse je shumë e fortë. Është sepse je e paqëndrueshme. Dhe njerëzit lodhen nga kaosi që nuk çon askund, ti e quan veten të drejtë për drejtë. Jo, Alba. Ti je impulsive. Dhe ka dallim të madh. Drejt për drejtësia ka qartësi. Ti ke vetëm shpërthime. Dhe shpërthimet nuk janë forcë, janë mungesë kontrolli. Sa herë që dikush nuk të jep rëndësinë që mendon se meriton, ti e kthen në dramë. Sa herë që ndihesh e vogël, përpiqesh të dukesh e madhe duke ulur të tjerët. Por ulja e të tjerëve nuk të ngre ty, thjesht të ekspozon, ti nuk dëgjon. Ti vetëm pret radhën për të folur. Dhe ndërkohë humb çdo mundësi për të rritur, sepse rritja kërkon heshtje, jo zhurmë. Kërkon vetdije, jo reagim. E di çfarë është më ironike? Ti mendon se të tjerët kanë frikë nga ty, jo. Ata thjesht nuk kanë durim. Forca nuk është të flasësh më fort. Forca është të dish kur të heshtësh. Forca është të mos shpërthesh sa herë që prekesh. Forca është të mos ndërtosh identitetin tënd mbi konfliktin. Dhe ti, Alba, pa konfliktin. Nuk di kush je, ti jeton nga përplasja, sepse pa të ndihesh bosh. Prandaj provokon. Prandaj shtyn kufit. Prandaj kërkon reagime. Sepse qetësia do të detyronte të përballesh me veten. Dhe kjo është gjëja e fundit që do, unë nuk po të flas për të poshtëruar. Po të flas sepse dikush duhet ta thotë. Jo të gjitha ata që të kritikojnë janë armiq. Disa thjesht janë lodhur duke ecur mbi maj gishtash rreth teje. Ti ke potencial, por e ke varrosur nën krenari boshe. Ke mendim, por e ke mbytur nën impuls. Ke zë, por e ke kthyer në armë kundër vetes. Dhe derisa ta kuptosh këtë, do vazhdosh të humbasësh betejë që as nuk do të duhet i luftoje. Unë nuk kam nevojë të të ofendoj për të mposhtur në këtë përballje. Sepse e vërteta mjafton. Dhe e vërteta është kjo, ti lufton shumë, sepse brenda je e pasigurt. Dhe sa më shumë e mohon këtë, aq më e dukshme bëhet. Kur të lodhesh nga shurma jote, ndoshta do fillosh të dëgjosh. Kur të lodhesh nga konfliktet, ndoshta do kërkosh paqe. Dhe atëherë, vetëm atëherë, do fillosh të bëhesh më shumë se reagimi yt i parë. Deri atëherë, Alba, zëri yt do jetë i fortë, por pesha e tij e lehtë.